Në Sportcast, këtë të hënë, diskutojmë gjëra gjatë për basketbollin vendor bashkë me dy ish basketbollistët Valentin Spaçi e Ismet Ferrati. Pse Trepça po dominon fuqishëm këtë sport? Dominimi i Trepçës ka filluar që 2-3 vjet e fundit, sepse dashur me pranu finale asgjë nuk dihet. Çfarë po ndodh me KB Prishtinën? ka një Prishtinë të fortë, nuk ka ligë basketbollit, Po me vllaznimin, nuk e ka meritu me ra për ligës. si e kujtojnë ata karrierën e tyre. Do të thonë kur ti ki hyn dy hapsh, nëse nuk e nal me hov, ja ki fut murit atje, do të thonë ajo është kënaqësi me pa 5000 shikues në palestër. Sa i dhimbshëm ishte pensionimi nga basketbolli. Ka pas parë në krajm, ka qitë prej fushë, kishe sjema për basketbol. Dardan Berisha apo Drilon Hajrizi? Mendoj që e ka meritu dikush tjetër. Edhe 100 emisione me më thirë, prapë sa më është drejtori më i mirë në Kosovë. Kush mendon që ndoshta është trajneri më i mirë që ka defiluar në basketbollin kosovar? Shumë pyetje e vështirë. Une, Kone, me ajo. Po mendon që e kishte gjetë veten sot edhe nëse pa një arsye pse. Pastaj e s'kisha menu direkt. po e kisha kthy bacin edhe një herë. Shihemi të hënën në Sportcast me fillim nga ora 19.